edhe për të diskutuar për këtë rrugtim të jashtëzakonshëm të kombëtarës së Kosovës, do ta kemi në lidhje presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademin. President, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Faleminderit juve. Thash një ëndër përfundoi, por nuk është se përfundoi realisht ëndra. E kemi kampionatin evropian, një paraqitje e jashtëzakonshme. Mund të them që përfunduan garat për kupën botnore dhe ëndrat nuk përfundojnë kur te ne, sepse kemi për çka të ndrojmë dhe kemi arsye të ndrojmë. Ne përveç kombëtarës A kemi edhe kombëtarët e tjera zinxhir dhe kombëtarën e femnë me të cilat jemi prapë në ëndra, në për kompeticionet e ndryshme. Që është e rëndësishmja ishte kjo, sepse na erdhi në bazë një performancë jashtëzakonisht të mirë me këtë kompeticion, në të gjitha ndeshjet, me të gjithë kundërshtarët që takuam, kemi vetëm një humbje me Zvicrën në ndeshjen e parë, dhe më pastaj as një humbje tjetër, që do të thotë me plot merit kemi ardhur deri këtu, deri te kjo finale, të cilën posa e përfunduam dje, dhe sigurisht që ishim përgatitur që të kalonim, sepse është krejtësisht e ditur që secila ekip që vjen në këtë nivel e menon veten që ta fitoj këtë ndeshje kudo që të luaj, dhe sigurisht që kjo ndodhi që ne e hupëm ndeshjen dhe e përmbyllëm këtë kompeticion të garave të kupës botërore. Dhe më vjen shumë keq që erdhi kështu, sepse normalisht që është kjo garë që nuk të vije shpesh herë, edhe nuk pothuajse asnjë kombëtarës nuk i vije shpesh. Por besoj që me na ardhur një herë shanca, tani e kemi kriju një përvojë të tillë dhe e dim me menaxhu të gjitha emocionet e të gjithë formatin i cili është në këtë pjesë. Ju e dini që ka shumë kombëtare të cilat janë jashtëzakonisht të dëshmuara në përplot herë gara. Është për shembull Italia, e cila që nga viti 2016, 2022 dhe tash 2026 është 3 herë radhë që nuk është në këtë kompeticion, dhe më pastaj në këtë garë ka humbur nga Bosnia, e cila ka bërë një performancë të jashtëzakonshme këtë herë në Bosnia, me një pa asnjë zos si thonë dhe me një ekip të komponuar mirë. Sigurisht që Italia ka emrat e vet dhe është dëshmuar, por kjo do të thotë që në këto kompeticione dhe tashmë futbolli ka dalë në tjetër nivel, në tjetër stad, dhe nuk ka më ekipe të dobta dhe nuk ka më favorite ose outsider, por sigurisht ka ekipe cila atë ditë ka dhe fatin me vete dhe bën performancë mirë dhe sigurisht që e ka dhe rezultatin. Kjo neve në ndodhi dhe në dhem pak ma shumë për faktin që në ndodhi në një ndeshje ku ishëm 50-50. Sigurisht, s'po e them ma shumë, por ishëm pothuajse në fushë të barabartë. Përkundër që nuk jemi barabartë jashtë fushës, sepse Turqia dihet çfarë ekipe ka dhe dihet prej ku vjen, prej çfarë shteti vjen, sa banori ka, domethënë sa milion banori ka Turqia, dhe niveli ku i luajnë futbollist, cila është mundësia zgjedhjes dhe sa ka futbollist më shumë për të zgjedhur për ta krijuar një kombëtare. Ne me 8 vjet, apo në fakt me 10 vjet pranë, me 8 vjet gara, sigurisht që me një numër sa banori jemi dhe me një shtet si Kosova që hyn në rangun e shteteve të vogla për ka territori, sigurisht që jo rastisht edhe FIFA na ka thujt dhe UEFA store suksesi. Pra, kemi ardhur deri këtu që unë nuk e nënçmoj këtë rezultat të djemve deri këtu që kanë ardhur, se është rezultat jashtëzakonisht i mirë, po edhe i madh, por sigurisht kur ishim kaq afër është për me dhimbje, sepse po kishim luajtur këtë lojë dhe të ishim kualifikuar për kampionatin botëror, do të ishte krejt një histori tjetër. Për vetë faktin që luhet në Amerikë, në Kanada dhe në Meksikë, ju e dini Amerika sa ndikim ka pas në formimin e shtetit tonë dhe sa Amerika neve na përkrah edhe tash në formimin e shtetit, jo vetëm në çlirimin e shtetit. Dhe aq më shumë kur në grupin i cili
kemi qenë të caktuar, është edhe vetë Amerika në atë grup, ku do të kishte qenë një lloj falënderimi më i miri që mund t'ja bëjmë Shtetet e Amerikës, pikërisht që të ngriten flamurat bashkarisht dhe himnet e të dy shteteve, shtetit i cili na kanë ndihmuar të bëjmë shtet, dhe kjo do të ishte një farë lloj shpërblimi edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për faktin që ne ja vdim gjithherë atyre të mira që na i kanë bërë, dhe sigurisht që do të ishim një mirë edhe na edhe ata, që është një produkt i cili e kam pas drejten, shteti jonë është një produkt i cili e ka pas drejten vetë Amerika, do të thonë i dëshmohet e drejta që e kanë ndihmu një popull të tillë bashkë me NATO dhe me Bashkimin Evropian dhe me të gjitha shtetet, për krah ushtrisë tonë çlirimtare dhe politikës tonë të atëhershme. Pra, ishte kjo mesazhi më i mirë i joni për shtetin tonë, sepse kombëtarja e Kosovës përfaqëson shtetin dhe normalisht edhe popullin dhe tifozërinë e saj. Pra, ne jemi mundu me bë dhe kemi bë të pamundurën me ardhur deri këtu, dhe këtu përfundoi kjo garë, me shpresë që në garat e ardhshme të kompeticioneve të ndryshme të cilat janë edhe në UEFA dhe në FIFA, Kosova do të jetë sigurisht më e fortë, më e qëndrueshme dhe sigurisht me një përvojë shumë më të madhe. Keni raporte shumë të afërta me UEFA dhe FIFA dhe federata tjera, a keni marrë mesazhe urimi për paraqitjen dhe atë që ka ofru Kosova në këtë kampanjë? Kanë qenë djemë fantastik. Realisht të dy krerëve dhe të shumë njerëzve dhe të federatave, pothuaj të gjitha federatat evropiane të cilat më kanë uru për një performancë që është zakonisht mirë, dhe realisht gjithmonë lavdata për performancën, për organizimin, për formën se si kemi esna deri atje, dhe sidomos ne jemi bo, si e quj në jargonin tashmo, të rinet hit me tifozët tanë që në për të gjitha stadionet ku kemi luajtur gjatë këtij kompeticioni kanë qenë pothuajse gati gjysma stadionit me bashkëdhetar tonë, me tifozët tonë, me dardant, që i falenderoj ashtëmosë. Gjithmonë është përdorur si lojtari 12, po në këtë rast nuk e tham lojtari 12, po unë e tham që tifozët tanë dhe populli jonë që vjen në brorit dhe në përkrah në për gjithë botën, në për gjithë vendit ku kena luajtur, në për gjithë Evropën, kjo është energji shtesë për djemt dhe për gladiatorët tonë dardan që i quajnë, që janë djemt më të mirë dhe më të zgjedhur të kombit tonë. I pam dje në transmetim gjatë ndeshjes, kur përfundoi ndeshja, i pam djem të mërzitur pasi dëshira ishte shumë e madhe për të kualifikuar. Por a duhet ata djem të ndihen krenar për lumturinë që ja kanë sjellë këtij vendi gjatë kësaj kampanje? Sigurisht që janë datë të mërzitur, se nuk ka sportist i cili e don vendin e vet dhe shtetin e vet me zemër, i cili ka zemrën shqiptare dhe i cili frymon Shqip me gjakun e dëshmorëve tonë, i cili frymon, të cilët frymojnë me gjithë njerëzit të cilët kanë bo për këtë adhe, sigurisht që nuk ndihen keq kur nuk e çojnë misionin deri në fund aty ku e kanë pas synimin dhe ku e kemi pas synimin të gjithë. Pra, ju ndo të mërzitur për momentin, por durtrokitjet dhe brohoritjet pas ndeshjes ishin një shenjë dhe mesazhet e shumta të cilët kanë ardhur në përkrahje të djemve dhe të gjithë neve, kanë qenë satisfaksionit që atyre dhe të cilët neve na e ka lehtësu pak këtë dhimbjen të cilën e kemi pësu, për shkak se vërtet i shumë afër, vërtet kemi qenë të barabartë dhe nuk e patëm fatin dhe thjesht s'deshti Zoti këtë herë, nuk e patëm edhe fatin me vete, sepse performanca ka qenë e jashtëzakonshme, domethënë djemtë e kanë dhënë 100% më shumë, dhe sigurisht që jemi shumë krenar me ta, dhe këta njihen shumë krenar që janë shqiptarë dhe që përfaqësojnë Kosovën. Realisht kjo është ndjenja më mirë për ta dhe për neve të gjithëve, sepse ju e dini që futbolli si sporti më global dhe sporti i parë në botë është ai sport i cili më së miri e përfaqëson kombin dhe shtetin e vet, dhe me performancat e tyne në për gjitha kampionatet edhe evropiane dhe botnore, po edhe kombëtare,
në ligat e tyre, sigurisht që i bën krenar popullin dhe është një adrenalinë pa përshkrueshme se cilit që ka qenë ose që është në futboll ose që të paktën është edhe tifoz, me siguri që e ndjen këtë edhe ai. Një veprim i pahishëm ndodhi pak më vonë, një tifoz e pabesueshme për tu perceptuar, e quan Vedat Muriqin gjysmë turk. Hera e parë poshtë që Vedat Muriqi reagon në aso forme, normalisht që është prekur. Cili kish me qenë mesazhi drejtuar njerëzve që marrin guximin të ofendojnë këtë formë? Mas pari është keq mi qujt njerëz, se po të ishte njeri, do më thonë, ai nuk do t'i përdorte ato fjalë, sepse Vedat Muriqi është 100% shqiptar i vërtet. Dhe sigurisht që Vedat Muriqi e folë edhe gjuhën turke, e folë edhe anglishtën, e folë edhe spanjollishtën, e folë edhe franxishtën, e tash nëse e folë një gjuhë të dush me i thonë, do të me pas shumë kujdes, sepse ai i tillë që thot ashtu, unë mendoj që ai nuk është fillimisht njeri dhe nuk ka gjak njeriu ose gjak shqiptari hisenç. Me u thon këtyre njerëzve, të cilët ne gjithmonë e potencojmë se këta janë fëmijët e dëshmorëve, fëmijët e njerëzve që kanë luftuar dhe janë derdhur nëpër burgje dhe kanë sakrifikuar gjithçka për ta pru Kosovën e këtë vend, për ta liruar Kosovën, dhe unë e them dhe po e them edhe sot, edhe e them gjithë. Kjo uniformë e kombëtarës tonë e ka secila pjesë, secila fije që është ndërtu kjo kombëtare, kjo fanellë kombëtare, se ka një ngjarje të kosovarëve, të shqiptarëve, e ka gjakun e dëshmorëve brana dhe është transferu uniforma UÇK-s në uniformë të kombëtarës tonë. Dhe ti i thuni ushtarit e tillë, një fëmis i cili ka frymua për fillimit dhe ka folë për Kosovën, është poshtërsia më e madhe që na ndodh neve, po kemi kësi njerëz të cilët për 220 ose 30 euro ose 200 euro klikime, ose për një interes të vogël, ose për një njati personal, ose i paguar, duhet t'jesh ose s'duhet t'jesh shqiptar për me folë kësi gjona në momentet e tilla. Së të cilin na kem gabime, po nuk preket në identitet njëri, nuk preket në atë që s'preket, sepse Vedat Muriqi ka mund të luaj në cilën do kombëtare që ka dashur. Po e ka zgjedh rreth e veta, vendin e vet dhe ka dashur mi përfaqësu gjakun e vet, cilin gjak dikush nuk e ka ndoshta, por është shqipfolës dhe mund të flet gjithçka. Kështu që unë e gjykoj fuqishëm bashkarisht me krejt komunitetin e futbollit, me u fol këtyne djelëve kështu dhe me u thonë këtyne djelëve të tillë kështu, që është marrja e Zotit dhe paftërsia më e madhe që mund ta ketë një njeri. Unë nuk e di kush ka thonë, po kushdo që është ai, po ja them këtu që nuk krahasohesh as me gjakun, as me përkushtimin, as me fytyrën e Vedat Muriqit, kapitenit të kombëtarës të Kosovës. Prandaj kujdes, vëllezër dhe motra dhe njerëz të mirë, që nuk kemi më kohë ta shohim njëri tjetrin, sepse këto na i shtin dikush që don mi stabilizu Kosovën në çdo aspekt. Ju e dini edhe në Slovaki si kanë ndoshta destabilizojnë dhe çka kanë fut njerëz që nuk e dojnë Kosovën, e mrana për mrana Kosovës me dash me destabilizu njerëz dhe me fol gjërat e tilla dhe me shoh e me kritiku pa asnjë nevojë dhe pa asnjë lidhje për interesa vetanake, për interesa personale ose për inate personale, kjo është jo vetëm paftërsi, po poshtërsi më e madhe e mundshme. Prandaj kisha bërë një apel që kujdesen edhe mediat kujt po i dhon mundësi, edhe pse rrjetet sociale tani mo janë ato të cilat shkruan se cili që i ka 8 vjet të shkollë dhe ka mësu shkrimleximin dhe të tjerë mund të shkruajnë çka dojnë nëpër Facebookat e tyre, mund të shkruajnë çka dojnë nëpër rrjetet e tyre sociale, por nuk është e ndershme sepse askush nuk u bën njeri dhe askush nuk ka bën një farë përfitim të shoh tjetrin, po tu e kopiju tjetrin me punën e mirë, tu e
mundu të me njek me punë të mira njërin, jo mu mundu me bove, se nuk bëhet asnjë gjë me këto formatës çfarë një pjesë e njerëzve janë duke bërë, me shamje të ndryshme, do me thonë adete dhe nuk e di, na shqiptarë se kemi pas adet të shajmë ashtu edhe të rrajme, të përdosim çdo sen në këtë vend, thutë që çdo sen nuk është mirë, do të me qenë të arsyeshëm, po kritika do të me qenë me vend, okay, po jo nënçmime të mundu me nënçmu, se i nënçmuri kur s'mundet me të nënçmu. Edhe për fond, Agim Ademi na ka mësu para çdo kampanje me pas prurë të reja të kombëtarja, rifreskim të kombëtarës, a do të jetë e njëjta edhe për kampanjat që na presin në vazhdim si vjet? Sigurisht ju keni pa që ne kemi bo ndrimin e gjenerata, kemi fillu me bo, po pa u ndije, fatbarësisht pa u ndije shumë, sepse komponimi u bo jashtëzakonisht e mirë, po thëmë, kemi djemë tas të mirë dhe jënë të përkushtuar dhe din rëndësinë e kombëtarës që secili e ka prit shumë mirë pasardhësinë e tij dhe i ka ndihmu madje edhe të futet edhe në qoftë se është kundërshtari i tij. Në kombëtarën tonë, këtë gjo fillimisht njihen si të tillë që i kanë bo kombëtarës mirë dhe edhe veten e kanë sakrifiku për kombëtarën, janë ish sulmuesi i kombëtarës Adhe Nuhiu dhe pikërisht Vedat Muriqi, që kur ka ardhur Vedat Muriqi si i ri në kombëtarën tonë, në momentin që është fut në formacion, ka shënuar gol, dhe Adhe Nuhiu e ka pa që është ka fundi karrierës, e ka marrë që merë në dhomë, si të shumë në Vedat Muriqin, kundërshtarin e tij, dhe në momentin që trajnerët e kanë bo formacionin dhe e kanë pa emrin e Vedat Muriqit, vet Adhe Nuhiu, qas që mirë është, qas që përkushtim kanë për kombëtarin, sepse ja din rëndësinë që vet Adhe Nuhiu e ka përgatit edhe psikikisht, edhe me veshje, duke i ndihmuar dhe duke i shpjeguar dhe duke qenë si një lloj ndihmës trajneri ose një lloj kujdestari për to. Domethënë kjo është madhështia e djelëve tonë, kjo është madhështia e kombëtarës tonë, që aty secilin e shes si vëlla, e shes si gjithçka, dhe besoni nuk ka asnjë illnim tashmë kush lun ose kush lun, po sepse të zgjidhesh në kombëtare sigurisht që i ki kvalitet dhe i plotson kriteret. Por të qenit në formë gjithë njësoj, prandaj mirën më shumë futbollist, 19 luajnë dhe 23 mirën gjithmonë. Prandaj mirën kështu, sepse mund të del pe formë dhe mund për momentin nuk jenë formë ose larg qoftë lëndohet në njëri, prandaj mirën ka shumë dhe ti mundesh me kon plotësisht më i mirë se unë, po mundesh me qenë jashtë forme, e prandaj lujon. Këtë e kanë kuptuar më së miri me ardhen me krijimin e projektit që kemi bërë ne bashkë me Fodën, dhe me ardhen e Fodës është krijuar një format këtë tjetër, format i cilin e kanë përçafuar dhe e dojnë të gjithë, dhe tashmë e keni pa çfarë bën njëri për tjetrin në kombëtare dhe si kombëtara jo funksionon. Realisht ka shumë futbollist të ri, ka shumë futbollistë që do të vinë. E kemi një numër, një listë, me u thonë drejtën, një listë për 168 vetëve, që janë për kriteret, po sinqerisht, që i plotësojnë kriteret të jenë antar të kombëtarës, dhe gradualisht njëri pas tjetrit janë duke ardhur, dhe sigurisht që në kompeticionin evropian keni me pa dhe fytyra të reja. Mesin e asaj liste kryetare është në një i Bayernit. Po, ka në mesin e listës, sidomos, po sigurisht që ka lojtarë të ligave të ndryshme, po edhe të ligës së Kosovës. Është shumë rëndësi që na po krijojmë, na po prodhojmë. Kosova është vend ku krijon dhe prodhon talent. Dëshmi e keni Gallopenin si lojtarin më të ri i cili është në kombëtarën A. Fantastik djali, prodhimi i Kosovës. Prodhimi i Kosovës, siç është Muriqi prodhimi i Kosovës, siç është Rapsica, siç është Zhegrova, siç është kapiteni Rahmani, edhe lënë më këta tjerë gjenerata e re që janë Albion Rahmani, Ermal Krasniqi, e shumë tjerë.
që mos t'i përmend gjithë me emën tash, por mu më gëzon fakti që ne futbollistët të cilët po krijohen këtu dhe po zhvillohen këtu, po bën edhe në Evropë edhe po shkojnë nëpër klubet më të rëndësishme, që tani më Kosova nuk ka ligë të rëndësishme dhe nuk ka ligë prestigjioze të Evropës që nuk e ka një apo dy futbollistë apo më shumë. Plus asaj një kundërshtar si Turqia që e patëm prom në teren, pak vite më parë është raportuar që ka kërku me pas pjesë të kombëtarës tyre Vedat Muriqin. I ka pa cilësitë. I ka pa cilësitë, sigurisht e ka kriju, e ka kërku dhe kërkojnë edhe shumë tjerë, por gjithsesi unë mund të them lirisht që kombëtarja e Kosovës ka të ardhmë të mirë, ka një numër thashtë jashtëzakonshëm të talentëve, realisht veç që duhet me i komponu ashtu si duhet, dhe mund të them lirisht që kjo pjesë nuk është më për të diskutuar, por vetëm duhet të diskutohet puna, projekti dhe thjesht zhvillimi tyne në të gjitha kategoritë, sepse kemi edhe të ri, kemi edhe të moshave që janë deri me 21 dhe për sigurisht që na kemi edhe U21 që ne kemi në garë ende, që ka shpresë të jetë në play-off, e kështu me radhë. President, nuk po të marr kohë më shumë, të morëm kohë dorën zamër Kogja, se janë tema me interes për dëgjues. Falenderoj shumë për kohën që ke nda për neve, edhe shumë sukses Kosovës në kampanjën e re edhe Forca Kosova. Faleminderit shumë, na nuk na morë kohë, mu nuk u merr kohë asnjëherë se e kem për obligim, detyrë vete i kanë dhënë gazetarëve të tillë që kanë me vite që përcjellin sportin dhe që kanë kontribuar baras me ne në sport, sepse jeni pjesë e sportit, jeni pjesë e rëndësishme për neve. Sigurisht që ne gjithmonë do t'ju dalim në krah dhe do t'ju japim informacione të ndryshme për t'i dhënë këtij populli të cilat risitë të gjendjen e secilën që është e nevojshme. Kombëtarja pra është të gjithëve dhe të gjithë keni drejtë, të gjithë kanë pjesë suksesit. Dhe sigurisht që do të vazhdojmë kështu, se nuk e ndalim, nuk e marrim kontratën, nuk e marrim kombëtarin vetëm ne që jemi aty që kemi marrë detyrë. Na jemi shërbëtor të futbollit, jemi zgjedhur vetë dhe na kanë zgjedhur, na kanë votuar për të shërbyer futbollit, siç jeni edhe ju për të shërbyer popullit dhe për të dhënë informacione. Pra, thjesht këto profesionet tona njëna patjetër nuk bën, dhe unë gjithmonë gazetarëve të cilët janë me vlerë, kam qef që t'ju japit gjithmonë informatat dhe të kam bashkëpunim me ta. Faleminderit shumë për juve për kontributin që e keni dhënë dhe normalisht edhe që e keni përcjell kombëtarin ton gjithmonë dhe Federatën e Futbollit dhe futbollit. Faleminderit shumë, president.